Horoskopi ditor e hënë 29 shtator 2025. Dashi, ditë e qetë do jetë kjo e sotme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do dini çfarë të bëni që ta mbani gjithkohë zgjuar zjarrin e pasionit. Beqarët më në fund do kenë mundësi reale për të filluar një histori dashurie serioze. Në punë, mos u tregoni posesiv, sepse do keni probleme. Merrni gjërat sa më shtruar që të mundeni dhe do ja dilni. Demi, ditë shumë e qëndrueshme kjo e sotme për të dashuruarit. Herë do dashuroheni siç u dini dhe herë do debatoni ashpër me partnerin. Beqarët duhet të tregohen më të hapur ndaj takimeve, nëse vërtet dëshirojnë të ndryshojnë status. Financat do jenë gjithkohës të mbrojtura. Mund të kryeni pa frikë të gjitha shpenzimet që ju nevojiten. Binjakët, ka rrezik të mos i qëndroni besnik partnerit tuaj gjatë kësaj dite, dhe kjo do sjellë debate të forta mes jush. Pranojeni që ai ka të drejtë dhe gjeni mënyrën e duhur për të kërkuar falje. Beqarët nuk do dëshirojnë të humbasin lirinë që kanë dhe nuk do përfitojnë as pak nga takimet që do realizojnë. Financiarisht, Mërkuri do ju favorizojë. Gjendja do jetë e mirë. Gaforja, çiftet nuk do kenë për çfarë të qahen gjatë kësaj dite. Çdo ëndër do ju realizohet, madje mund të fillojnë edhe një etapë të re me atë që dashurojnë. Beqarët jo vetëm që do kenë takime, por do hedhin hapat e para drejt krijimit të një lidhjeje afatgjatë. Në planin financiar, mund të jeni me fat dhe të arrini të shlyeni të gjitha detyrimet që keni. Luani, sot kanë për të ndodhur gjërat e jashtëzakonshme në jetën tuaj në çift. Hapeni zemrën dhe përfitoni sa të mundni. Beqarët gjithashtu do kalojnë momente të mrekullueshme me miq dhe me disa persona që sapo do i njohin. Ditë pas dite mund të krijojnë edhe më tepër afërmitet me ta. Financat fatmirësisht do jenë të mbrojtura dhe as pak problematike. Vigjoresha, ka mundësi që sot të planifikoni një udhtim të afërt me partnerin, që të dy do jeni të gëzuar dhe të entuziazmuar që do kaloni disa çaste vetëm për vetëm. Beqarët gjithashtu do jenë të përkëdhelur nga yjet dhe do e gjejnë personin e përshtatshëm. Financat duhet i menaxhoni me shumë maturi, nëse doni që gjendja të jetë sa më e qëndrueshme. Jeni të aftë ta bëni kështu që mos u dorëzoni. Peshorja, pas një periudhe delikate dhe të mbushur me debate, sot do rilin dielli dhe do afroheni më shumë me partnerin. Do i pranoni gabimet dhe do premtoni se nuk do i përsëritni më ato. Beqarët do kenë takime, por nuk duhet të ecin shumë shpejt në mënyrë që të mos zhgënjehen më vonë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, kujdes me shpenzimet. Akrepi, tregoni realisht dhe qëndroni gjithkohës me këmbën në tokë sot ju që keni një lidhje. Po ndërruat shumë, ka rrezik të zhgënjeheni dhe të lëndoheni. Beqarët do vazhdojnë kërkimin e princit të kaltër, por nuk do jenë ende me fat. Gjendja financiare do jetë e qëndrueshme. Megjithatë, do bëni mirë sikur të reflektonit para se të kryeni investime të mëdha. Shigjetari, çiftet duhet të shprehin sa të mundin dëshirat edhe sikur partneri të mos u realizojë dot të gjitha. Do ndihen edhe më të shliruar. Gjithsesi, pritet që gjithçka të ecë më së miri. Do ketë dashuri me shikim të parë gjatë kësaj dite për beqarët dhe jeta do u ndryshojë brenda disa minutave. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, por nuk duhet të alarmoheni. Bërciapi, pritën vështirësi të papritura sot në jetën tuaj në çift, sidomos nëse jetoni bashkë dhe keni buxhet të përbashkët. Mos u nxitoni, por mundoni ta zgjidhni gjithçka me maturi. Beqarët më në fund do gjejnë personin ideal me të cilin do krijojnë një lidhje të qëndrueshme. Të ardhurat do kenë përmirësime të vogla, kjo për shkak të ndihmës së disa të afërmëve. Ujori, çiftet do kenë një ditë të zakonshme dhe pa probleme. Do merreni vesh mirë për gjithçka. Beqarët do jenë të shpërqendruar dhe nuk do mendojnë fare për krijimin e një lidhjeje. Edhe ashtu si janë, ata ndihen mirë. Dielli do ju ndihmojë mjaft në planin financiar. Situata fatmirësisht do jetë goxha e mirë dhe do mund të kryeni pa u dridhur dora shpenzimet e nevojshme. Peshqit, edhe vetë do habiteni gjatë kësaj dite se si gjërat do ecin aq mirë në jetën tuaj në çift. Do harroni të gjitha mosmarrveshjet e dikushme dhe do shihni me optimizëm drejt së ardhmës. Beqarët nuk do jenë shumë në humor dhe nuk do pranojnë të dalin në përtakime. Sektori i financave nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim të madh.